Përshëndetje, unë jam Orhan Qeku dhe mirë se erdhët në emisionin Zona e Sigurisë. Ky emision ka për qëllim trajtimin e temave nga fusha e sigurisë përmes analizës dhe qasjes shkencore dhe analitike. Tema e këtij emisioni është lufta hibride, koncepti i luftës së shekullit 21. Në epokën moderne, ku kufit midis paqes dhe luftës janë bërë gjithnjë e më të paqartë, ka lindur një koncept i ri i konfliktit që predominon mendimin strategjik dhe politikën e sigurisë globale. Ky term është quajtur lufta hibride, apo siç njihet në gjuhën angleze hybrid warfare. Ky term që sot përdoret gjërësisht nga studiues, analistë të sigurisë dhe institucionet ndërkombëtare përfaqëson një mënyrë të re të kuptuarit të luftës. Në thelb, ajo është një luftë pa shpallje, një betejë që ndodh në shumë fronte njëkohësisht, në terren, në hapësirën kibernetike, në media dhe në ndërgjegjen e publikut. Ky format i luftës është bërë simbol i epokës sonë digjitale, ku informacioni, perceptimi dhe ndikimi janë po aq të rëndësishëm sa dhe fuqia ushtarake. Lufta hibride ka ndryshuar mënyrën si kombet e kuptojnë sigurinë dhe si mbrohen nga kërcënime që nuk janë gjithmonë të dukshme. Në dekadat e fundit, koncepti i luftës hibride është shndruar në një nga sfidat më të sofistikuara të sigurisë ndërkombëtare. Në vend të përballjeve klasike ushtarake, aktorë shtetëror dhe jo shtetëror po përdorin një kombinim të instrumenteve politike, ekonomike, informative dhe kibernetike për të arritur qëllime strategjike, pa përballje të drejtë për drejtë. Termi luftë hibride përshkruan një formë të ndërveprimit ku kufiri ndërmjet paqes dhe luftës bëhet i paqartë. Në mënyrë të thjeshtë, lufta hibride nënkupton një kombinim të mjeteve tradicionale, siç janë mjetet e blinduara, tanket, aeroplanet ushtarak, artilleria rënd, anijet luftarake në ndecet dhe mjetet jo tradicionale siç janë lufta kibernetike, inteligjenca artificiale, satelitet për komunikim, armat e energjisë së drejtuar, bioteknologjia e tjera. Ajo bashkon operacionet ushtarake klasike me taktika jo konvencionale, si lufta kibernetike, fushatat e dezinformimit, presioni ekonomik, ndërhyrjet politike dhe përdorimi i aktorëve jo shtetëror. Në këtë formë, lufta nuk zhvillohet vetëm në fushë betejë, por edhe në hapësirën virtuale, në rrjetet sociale dhe në ekonomi. Frank Hoffman përkufizon luftën hibride si kombinim të taktikave konvencionale dhe jo konvencionale, të terrorizmit, krimit të organizuar dhe operacioneve informative, me synim arritjen e objektiva strategjike pa hyrë në konflikt të hapur. Në dallim nga luftra tradicionale, lufta hibride është e vështirë për të identifikuar dhe për të kundërshtuar, sepse ajo nuk shpallet formalisht. Ajo përdor mjetet të ndërmjetme, duke krijuar një gjendje të pasigurisë së përhershme. Kjo e bën luftën hibride një nga sfidat më të mëdha të shekullit 21 për sigurinë ndërkombëtare. Në kontekstin e sotëm, kjo luftë përfshin përdorimin e mediave për manipulim të perceptimeve, ndërhyrje kibernetike në infrastrukturën kritike nacionale, ndikim politik përmes partive apo organizatave jo qeveritare, si dhe presionit ekonomik për dobësimin e institucioneve të pavarura. Këto mjete krijojnë një mjegull të paqartësisë, ku agresioni nuk është i lehtë për të identifikuar, por pasojat janë të thella për sigurinë kombëtare. NATO, si organizata më e fuqishme ushtarake në botë, përkufizon në këtë mënyrë termin luftë hibride. Lufta hibride është përdorimi nga aktor shtetëror ose jo shtetëror i një kombinimi të mjeteve ushtarake dhe jo ushtarake, të hapura dhe të fshehta në mënyrë të sinkronizuar ose të paralelizuar, përfshirë forcat e rregullta, forcat jo të rregullta, sulmet kibernetike, dezinformimin, ndikimin ekonomik dhe forma tjera shkatruese, me qëllim të arritjes së objektivave strategjike, duke krijuar paqartësi, duke shfrytzuar dobësitë e objektivit dhe shpesh duke funksionuar
nën pragun që sjell një përgjigje ushtarake e plotë. Përdorimi i termit luftë hibride në literaturën shkencore i atribuohet fillimisht William Nemeth, i cili në vitin 2002 mbrojti disertacionin e doktoratës në Naval Postgraduate School në Kaliforni me titullin Future War in Chechnya, a Case for Hybrid Warfare. Nemeth analizoi në mënyrën se si rebelët çeçen kombinuan taktika tradicionale guerile me përdorimin e teknologjisë moderne, propagandës dhe komunikimit digital. Ai e quajti këtë formë të konfliktit si luftë hibride, pasi ajo të i kalonte ndarjet klasike ndërmjet luftës konvencionale dhe asaj jo konvencionale. Pas tij u zhvillua dhe u përhap nga Frank Hoffman, një studiues dhe oficer amerikan, i cili gjatë viteve 2005-2007 botoi disa punime që e sistematizuan këtë nocion. Në veprën e tij Conflict in the 21st Century, The Rise of Hybrid Wars, Hoffman e përkufizoi luftën hibride si një kombinim të operacioneve ushtarake konvencionale, terrorizmit, krimit të organizuar dhe fushatave të propagandës që veprojnë në mënyrë të koordinuar për të arritur qëllime strategjike. Një kontribut të hershëm dha edhe Thomas Huber në librin e tij Compound Warfare dhe Fatal Note, i cili nuk përdor termin hybrid warfare, por paraqet konceptin e luftës së përbërë. Kjo ide u bë më vonë bazë teorike për shpjegimin e luftës hibride. Ekzistojnë mendime se termi luftë hibride nuk është një fenomen i ri, se një gamë taktikash është përdorur në pothuajse të gjitha konfliktet gjatë historisë. Metodat jo konvencionale janë vërejtur të paktën që nga luftrat punike, kur romakët përdoren taktika demoralizimi dhe raskapitjeje, sulmuan linjat e furnizimit dhe shmangën luftimet e drejt për drejta për të luftuar një urtëri kartagjenase që ishte superiore në fushën e betejës. Pas viteve 2000, koncepti i luftës hibride u bë pjesë e analizave strategjike të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s. Ai mori vëmendje të veçantë pas luftës në Gjeorgji në vitin 2008, kur Rusia përdori një kombinim të fushatave ushtarake, ndërhyrjeve kibernetike dhe propagandës mediatike për të ndikuar në rezultatin e konfliktit. Ky rast u pa si shembull i parë praktik i një lufte hibride në veprim. Megjithatë, momenti që e bëri këtë koncept globalisht të njohur ishte kriza e Ukrainës në vitin 2014. Rusia përdori ushtarë pa uniform, fushata të gjera dezinformimi, presioni ekonomik dhe operacione kibernetike për të aneksuar Krimen pa një shpallje formale lufte. Kjo strategji u quajt manuali i luftës hibride ruse nga analistët e NATO-s. Në dekadën e fundit, termi luftë hibride është përdorur gjithashtu për të përshkruar veprimet e Koresë së Veriut, Kinës dhe Iranit, si dhe mënyrën se si aktorët jo shtetëror si Hezbollahu apo ISIS kombinojnë terrorizmin me kapacitetet e ushtrive moderne. Luftrat e shekullit 21 nuk janë më vetëm betejë për territor, por për informacion, ndikim dhe perceptim publik. Po cila është rëndësia aktuale e përdorimit të bashkëkohor të këtij termi? Në kohën digjitale, lufta hibride është bërë forma më sofistikuar e konfrontimit ndërkombëtar. Ajo zhvillohet në mënyrë të vazhdueshme dhe shpesh e padukshme, duke përfshirë fushata dezinformimi, manipulim politik, presion ekonomik dhe ndërhyrje kibernetike në zgjedhje apo institucione publike. Këto mjete lejojnë fuqitë e mëdha të ushtrojnë ndikim pa hyrë në konflikt të hapur ushtarak. Organizata si NATO dhe Bashkimi Evropian kanë krijuar qendra të posaçme për studimin dhe kundërvendjen e kërcënimeve hibride, përfshirë Qendrën Evropiane për kundër dezinformim në Helsinki. Për shumë analistë, lufta hibride është mënyra se si fuqitë moderne luftojnë për dominim, pa shkelur plotësisht ligjin ndërkombëtar, por duke shtyrë atë në kufit e paqartësisë. Në thelb, rëndësia e këtij koncepti qëndron në faktin se ai na ndihmon të kuptojmë se si shtetet dhe aktorët e tjerë arrin objektiva politike përmes mjeteve që nuk janë domosdoshmërisht ushtarake, por që prodhojnë pasoja të ngjashme me luftën.
Kjo bën luftën hibride një nga mjetet më të fuqishme të ndikimit në rendin ndërkombëtar bashkëkohor. Kuptimi modern i luftës hibride është ndikuar shumë nga konfliktet e botës reale, të tilla si lufta Izrael-Hezbollah në vitin 2006 dhe aneksimi rus i Krimes në vitin 2014. Kosova si një shtet i ri në një rajon delikat gjeopolitik si Ballkani Perëndimor është bërë objektiv i dukshëm i veprimeve hibride, nga dezinformimi dhe propaganda të jashtme deri te ndikimet politike e kibernetike. Vendi është përballur me forma të ndryshme të ndërhyrjeve që synojnë dobësimin e sovranitetit dhe legitimitetit shtetëror. Në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht në Kosovë, përpjekjet për luftë hibride përfshin kryesisht fushatat dezinformimi, propagandë apo narrativ pro-Kremlinit ose narrativ antiperëndimore, ndikim politik dhe mbështetje të grupeve apo aktorëve lokal, përdorim të elementeve ekonomike dhe ndikimit kulturor që në disa raste veprime kibernetike. Aktorët më të përmendur nga raportet e institucioneve dhe analizat janë se Rusia dhe aktorët lokal që përfitojnë nga lidhja me Moskën, Serbia për rolet të dufisht dhe në aspekt më të gjerë lehtë strukturor Kina. Pas shpalljes së pavarësisë me 17 shkurt 2008, Kosova u bë shpejt objekt i përpjekjeve për ta delegitimuar në arenën ndërkombëtare. Serbia nisi një fushatë të gjerë diplomatike dhe propagandistike për të penguar njohjet ndërkombëtare të shtetit të ri. Në këtë periudhë u shfaqen elementet e para të luftës hibride, lobime të fshehta në organizata ndërkombëtare, ndikime përmes mediave rajonale dhe përdorimi i strukturave paralele në veri të Kosovës. Rusia mbështeti në mënyrë të qëndrueshme narrativen serbe, duke e paraqitur Kosovën si shtet të dështuar dhe duke përdorur forume ndërkombëtare për të ndikuar në opinionin publik global. Ky tandem Serbi-Rusi krijoi një midis të vazhdueshëm presioni politik dhe informativ ndaj institucioneve të Kosovës, që përbën formën klasike të një lufte hibride diplomatike dhe psikologjike. Pas aneksimit të Krimes nga Rusia në vitin 2014, koncepti i luftës hibride mori një dimension të ri global. Në këtë periudhë, në Ballkan, filluan të vërehen qartë ndikimet e strategjive të ngjashme, sidomos përmes mediave online dhe rrjeteve sociale. Në Kosovë, pas themelimit të forcës së sigurisë së Kosovës dhe konsolidimit të institucioneve shtetërore, u rrit ndjeshëm numri i fushatave dezinformuese që synonin diskreditimin e këtyre proceseve. Në vitin 2017, në periudhën e bisedimeve në Bruksel, u evidentuan përpjekje për të ndikuar në opinionin publik përmes portaleve që përhapnin narrativen se Kosova po humb sovranitetin. Në të njëjtin vit, gjatë krizës së trendit serb që tentoi të hynte në Kosovë, u demonstrua një përpjekje për provokim të kontrolluar, një taktik e tipit tipike e luftës hibride, për të testuar reagimin institucional dhe publik. Ndërkohë, ndikimi rus në Ballkan u zgjerua përmes përfaqësive kulturore, fondacioneve humanitare dhe rrjeteve të informacionit që operonin në mënyrë të maskuar. Periudha e pas pandemisë COVID-19 dhe agresioni rus në Ukrainë shënuan një intensifikim të qartë të operacioneve hibride në Ballkan. Në këtë periudhë, narrativat pro-ruse dhe anti-NATO u shtuan në portale rajonale që veprojnë edhe në hapësirën mediale të Kosovës. Këto përpjekje kërkonin të krijonin konfuzion rreth orientimit euro-atlantik të Kosovës dhe ngjallnin mosbesim ndaj institucioneve të sigurisë. Në fund të vitit 2022 dhe gjatë vitit 2023, raportet e Këshillit të Sigurisë së Kosovës evidentuan 10 raste të përhapjes së lajmeve të rreme që lidheshin me rolin e NATO-s në Kosovë, procesin e dialogut me Serbinë dhe pranimin e KFOR-it në veri. Këto narrativa shpesh e paraqesin Kosovën si eksperiment të dështuar të perëndimit, duke synuar dobësimin e besimit qytetar dhe polarizimin e opinionit publik. Aktori i parë dhe kryesor dhe më i madh që bën përpjekje për luftë hibride në Kosovë është Rusia. Rusia përdor rrjete dezinformimi,
media, satelit dhe narrativa që përqojnë mesazhe anti-NATO, anti-BE, si dhe përpiqet të përforcoj ndasit etnike dhe politike. Aktor jashtëzakonisht i rëndësishëm në rajonin e Ballkanit Perëndimor mbetet Serbia. Shteti serb është përshkruar nga disa burime si përdorues i mjeteve politike dhe ushtarake për të ruajtur ndikimin në komunitetin serb në veritë të Kosovës, duke financuar dhe mbështetur struktura paralele dhe duke lobuar dhe rritur tensione ndëretnike në Kosovë. Gjithashtu edhe Kina është një aktor i cili mbetet edhe ka tendenca për të shtrirë fushatat dezinformimi në Ballkanin Perëndimor, sidomos duke përdorur investimet strategjike në ekonominë e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Disa shembuj konkret në Kosovë dhe rajon të dokumentuara nga raportet ndërkombëtare. Dezinformimi rreth krizave të veriut të Kosovës, dhjetor 2022 dhe më pas. Analiza e EU versus Dezinfo dhe mediave lokale tregojnë fushatat narrative që akuzonin Perëndimin për provokim dhe minimizonin rolin e ndërhyrjeve ruse në përshkallëzim. Këto fushata synonin të kanalizonin zemrim, të radikalizonin opinionin dhe të minonin besimin të institucionet perëndimore. Përdorimi i ushtarëve pa uniform dhe narrativa të koordinuara. Platformat dhe media lokale si kanalet të dezinformimit, ndikimi ekonomik, ftesa të partneriteteve nga Kina, janë disa nga format e përdorimit të luftës hibride në Ballkan. Lufta hibride në Kosovë përfason një realitet të përhershëm, strategjik. Ajo nuk është luftë e hapur, por një proces i vazhdueshëm ndikimi që kërkon vigjilencë institucionale dhe shoqërore. Në këtë aspekt, Kosova duhet të zhvillojë një strategji kombëtare për luftimin e dezinformimit dhe ndikimit të huaj, të forcojë sigurinë kombëtare, të forcojë sigurinë kibernetike dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike nacionale dhe të investojë në edukimin medial dhe qytetar për të rritur rezistencën ndaj propagandës. Një qasje e koordinuar ndërmjet institucioneve të sigurisë, mediave dhe akademisë është thelbësore për të ndërtuar një reziliencë kombëtare ndaj luftës hibride, që po bëhet një nga sfidat qendrore të shekullit 21. Në përfundim, mund të themi se lufta hibride është pasqyra e realitetit të ri global, një realitet ku konfliktet nuk nisin me shpallje dhe nuk mbarojnë me armëpushim. Ajo është një luftë për perceptim, për narrativ dhe për kontrollin e informacionit. Ndryshe nga luftrat e shekulljve të kaluar, ku fituesi shihej në fushën e betejës, sot fituesi është ai që kontrollon mendjet, rrjetet dhe rrjedhën e informacionit. Në këtë kuptim, kuptimi dhe studimi i luftës hibride nuk është më thjesht çështje akademike, por nevojë kombëtare dhe ndërkombëtare. Sepse në shekullin 21, fuqia nuk matet vetëm me armë dhe ushtri, por edhe me aftësinë për të ndikuar, manipuluar dhe kontrolluar perceptimin global. Kështu, termi luftë hibride mbetet një nga konceptet më të rëndësishme të politikës së sigurisë moderne, një kujtesë se edhe në kohë paqe bota mund të jetë ende në luftë. Ju falemnderit për vëmendje.